E gjithë kjo situatë që ka ndodhë i paturohet Gjesit për shkak se nuk na përmbushi egon tonë si publik. Por unë mendoj që... Kush është egoja jonë? Egoja jonë me pa Gjestin edhe Eglin të lidhur. Them të drejtën, nuk do drejta shija Eglin me Gjestin. Ska qenë dëshira ime. Zakonisht, unë po flasë për ato që... Gjesti nuk e da që vogël sa më vjen dhe tur ta shoh sot jetojnë në kohërat që meshkujt janë bërë princesha, meshkujt dëshirojnë që vajzat të shkojnë nga mbrapa, meshkujt dëshirojnë që vajzat të propozojnë. Pra, kjo çështja, pra Gjesti në një farë forme është princesha e Big Brotherit. Nëse më lejohet jo, princesha Big Brother është thjesht një e ka vajbin në shqena, është vajbë feminore, se arbrin, gjburërot shkrejt, të lutem me radhë, mos e gjburërot, se s'ka lues tipik emocional, nga të cilat në qoftë se më dërprisni, po kam probleme edhe me qupin deri në fund. E digjohë se vjen nga ty, eshtën të gjithë. Nuk na përmbushi një ego që kishim ne si publik, kjo tashmë nuk do të shumë koment edhe në qoftë se tjetëri e mohan, dikush tjetër e mohan është jo real në ato që e thot. E dytë e punës, nuk ka nevoj Gjesti për partner në lojës. Keni të sigurt, ai do me thonë në qoftë se gjithë banorët tjerë, krau tjetër, kërkon primin për mi marrë 10 minuta, Gjesti këto e bën për 24 orë çdo minutë. Unë nuk e besoj këtë. Ka arritur, po, më thuaj. Se përfundova se ishte presje, hala se ja puna pikës fjalin. Në qoftë se ka lojtar... Arbri është demonstrues përveç se... Jo, nuk jam mësues, nuk jam lektorusën këtë pikë, por gjithsesi po duhet të them, në qoftë se ka një lojtar me të gjitha tiparët që e karakterizon një fitues, pa modesti po them. Sinqerisht, jo për vota ja pet ka puls nuk po du t'inglloj, as do me fol me terma superlativ, po për te kësaj ka tipare fituese. Çka don publiku? Jo, çmendon shqiptar. Çka don publiku? Publiku don me qesh, publiku don me kajt, publiku don drama, publiku ka nevojë edhe për figura frymëzuese. Patjetër, o Heidi, mund të të marr vetëm 1 minutë. Po, na pajtojmë. Jemi të prirur. Ronaldo, ne mundemi mu pajtu për mos mu pajtu. Shoqëri me një rini të dështuar si kjo jona, ku arsimi ka ikur aty ku nuk ban më. Nuk po besoj, që kjo dikoj që thotë nuk kam shkollë. Pra ne kemi aty figura Ronaldo pikërisht për shkop. Po jo, vish pak, Big Brother nuk është parlamenti as i Kosovës, as Shqipërisë. Dëgjom bre. Jo, gabem. Nuk ka lejoj me thonë këtë pjesë, Ronaldo nuk e lejoj. Po jo tani nuk duhet me leju këto, është gabem. Po jo, është gabem, nuk jënë... Çfarë ka bërë Gjesi? Po dëgjomni tash, nuk kemi dalën vot. Top Channel, kur e ka përgjith kostën, nuk ka zgjedh... Të përfundoj se nuk po lejoni. Jo, se është... Po jo gjithë kohës është ju vnu fake si gjithë. Do vazhdojmë të diskutojmë për këtë. Po jo, se jeni gabem. është gabem, o le del me brek. Final ka i, apet ka punë zëtri. Ronaldo shpirti, në gjëje të përfundoj fjalin. Top Channel nuk ka zgjedh kostën, nuk ka zgjedh njerëz intelektual. Ronaldo, lutem të paktën ta devijojë pas diskutimit. Big Brother në quiz. Nuk është parlamenti i Shqipërisë, në gjithë botën zgjedhën njerëz të ndryshëm. Do me thonë, sidomos kërkohen njerëz që stereotipe, janë stereotipe, nuk kemi votu na përmes zgjedhjeve aty. Fan club. Kemi votu, nuk kemi marrë si vin me këshir, nuk është publiku. Më prej tani herë përse si na thonë kush e di se çfarë po bëu tash. Po jo, atë më është tendenca është i pashkull, edhe drejt paralele me lajë që nuk Okej, ne vazhdojmë me diskutimet më tepër, po do të më bëj një